Një finale me ritëm të lartë dhe emocione deri në sekondat e fundit ka kurorzuar kampionatin 5x5 Master Plus 40 në Shkodër, ku përballë u vunë shoqata rajonale e futbollit dhe veteranët e Vllaznis. Aktiviteti u zhvillua me mbështetjen e Federatës Shqiptare të Futbollit, Bashkisë Shkodër dhe shoqatës Pro Sport. Turneu që zgjati rreth 6 muaj dhe përfshiu 8 ekipe nga institucione të ndryshme, u mbyll me finale e luajtur në kompleksin sportiv Zmiani, ku arregut përfundoi në barazim 3-3, duke e quar sfidën në shtesë. Në kohën shtesë, shoqata rajonale e futbollit Shkodër u tregua më saktë me Zmianin dhe Hysen, që vulosën fitoren 5-3 dhe titullin e parë të këtij kompeticioni. Në planin individual, Deniz Zmiani u shpall goleshënuesi më i mirë me 30 gola në të njëjtin nivel me Mario Bregun. Kjo është një risi të cilet duhet përshëndet dhe urojmë që risi të tilla të vazhdojmë dhe bashkëpunime të tilla janë të frytshme, nuk ka të thënë për të luajtur gjithmonë vetëm futboll profesionist. Por Shqipëria, në veçantë Shkodra, e don futbollin atë dashamirëse dhe jam kot edhe kjo gjë u realizoi në Shkodër. Është një kampionat që mendojmë ta shtrijmë edhe vitet tjera, ta rrisim edhe numrin e sportistave në këtë moshë. Ishte e veçantë por edhe i bukur, me ndjekje, me gjëna pozitive ky aktivitet, megjithëse ishte hera parë dhe ndoshta shumë gjëna ishin edhe të paorganizuar mirë për arsye sepse u desh që të përcaktonin shumë gjëna vetë, ndërtonin edhe rregullore enkas për këtë aktivitet. Ka shku gjithçka në mënyrë perfekte, edhe ka kanë kënaqësi, më thënë drejtën, edhe një herë konfirmon Shkodra që jam kot quhet djepi i futbollit, se kena pa se çfarë rivalitetit ka pas. Ky kampionat konsiderohet si një nisëm që synon jo vetëm promovimin e sportit përtej karrierës aktive, por edhe forcimin e lidhjeve mes brezave dhe institucioneve në qytetin e Shkodrës.